Zovajti s'ke koment, thojnë këta, po. Kur para disa dite po bëja një video ku thash Gjermania po propozon shtimin e numrit të ushtarëve, një krijim të ri, një divizion të ri për NATO në kështu me radhë, që duke kryesisht si para përgatitje për një mbrojtje ose për një luftë potenciale. Ishin disa komente tiko ke kështu, s'po disha si, nena, unë që tu jetoj në Gjermani dhe unë jetoj në Gjermani dhe unë e shoh çdo ditë përkëtsimin e sigurisë këtu e shumë gjëra tjera. Tani përshini, edhe spitalet jënë duke u përgatitur në rast lufte. Në rast lufte, për shka pra? Ti s'mund të thuash po bëjmë para përgatitje se nështë ta mas një 60 vjetë e ka me pas luftë. Po bëjmë qitash para përgatitje që ka mundet me ndonë asë një 60 vjetë. Adin është e kot, është e palidhje kështu si qeshtje. Unë menoj që siguria në Gjermani ka mu përkëtsu ende ma shumë. Çmimet kanë mu rrit, jetesa do të bëhet ekstrem e vështirë, por siguria do të jetë ajo që do të përkëtsohet mas shumëte. Cili është menimi juve?